në Medine. Në atë periudhë, në atë kohë, ka qenë një komunitet jehudi kanë jetu. Pse hoxhin nderuam? Jehudit ose hebrejt, para ardhjes pejgamberit alayhis salam, ata vetëm se ishin të lajmëruar, në librin e tij në Teurat, në librin që ishte zbritur Musës alayhis salam, se do të vjen një pejgamber i Zotit. Dhe pikërisht përshkrimi sipas teksteve të Teuratit, domethënë ka qenë Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qyteti me hurma. Po, qyteti me hurma, domethënë sipas përshkrimit, ata e kanë ditë se qyteti më i përafërt ose qyteti adekuat i përshkruar në Teurat është Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ata ishin stacionuar në Medinë duke menduar se pejgamberi do të vjen nga soji i tyre. E qartë. Dhe ata nuk e dinin se me një farë mënyrë ata nuk donin ta pranonin se pejgamberi do të vjen nga arabët. Në shpellën hera veç më kishte ardhur. Vetëm se kishte ardhur, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj kur vjen pejgamberi në Medinë, megjithëse ata e dinin se ky është pejgamberi, mirë po ashtu siç i përshkruan Zoti hebrejt, dhe ashtu sikurse na sot i shohim, me një farë mënyre sot është ajo pasqyria e vërtet për atë që na lajmëron Zoti i Madh në Kur'an, që kanë qenë para 1400 vjetëve dhe në vitet e kaluara, me shekuj, me radhë. Gjithmonë kanë qenë ata që i kanë ndryshuar të vërtetat. Andaj dhe Zoti shumë mirë thot në Kur'an, yuharrifuna al-kalim, domethënë i tjetërsojnë fjalët e Zotit, i ndryshojnë fjalët e Zotit. Gjithmonë ata veprojnë dhe jetojnë që çdo gjë të jetë në favorin e tyre, duke i shkel tjertë. Dhe kështu ata kanë jetu dhe kështu sot jetojnë. Mirë po, deshti Zoti i Madh që pejgamberi sa të vjen nga arabët, nga prejardha e Ibrahimit alayhis salam, ashtu si është përshkruajt në historinë e pejgamberëve. Dhe kur vjen pejgamberi sa vjen në Medinë, megjithëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shfaq gjitha mrekullitë profetike, ata prap nuk e besojnë. Rob të inatit. Po, kanë qenë dhe janë rob të inatit, sepse ashtu atë që e thash, gjithmonë janë njerëz që veprojnë për vetveten, duke i shkel tjetër. Mirë po megjithatë, ka pas prej hebrejve, prej jehudive, që kanë qenë të ditur dhe intelektual të asaj kohe, sikurse Abdullah ibn Selami, kur ka shku dhe ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka shku, ja ka parashtruar 3 pyetje, dhe në ato 3 pyetje është vërtetuar se ky është profeti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse Abdullah ibn Selami ka qenë më i dituri në mesin e hebrejve. Dhe kur e pranon Islamin, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ta thrasim popullin ton, ti thrasim hebrejin, edhe pyeti se çka kanë me thonë për mua. Dhe kur i thret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Selami ishte pas perdës. Çka mendoni për Abdullah ibn Selamin? Ata thanë është njeriu i mirë, është i miri i timirit, është më i dalluari në mesin ton, na e vlerësojmë, e ngritemi, është njeri me peshë. Mirë po, kur i tha pejgamberi se a kishit besu se Abdullah ibn Selami e ka pranu Zotin dhe ka pranu pejgamberin, ata u çoroditin, nuk donin ta pranonin. Dhe kur doli Abdullah ibn Selami dhe e tha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, të njëjtit ata që e lavdruan Abdullah ibn Selami, të njëjtit filluan ta ofendojnë. Këta janë jehudit që ne i ka përshkruajt Zoti, po që të njëjtit dhe pikrisht këta që i ka përshkruajt Zoti i Madh në Kur'an, të njëjtit i shohim na me sytë tona. Sot gjenocidin më të madh që po e bëjnë në tokë janë pikrisht ata. Po na megjithatë ne jemi ata që duhet vazhdimisht i lutemi Zotit që Allahu t'i udhëzojë. Absolutisht. E Zoti e din më së miri se kanë ta udhëzojnë edhe kanë ta ndalë dhe ta përqendron në devijim. Do është me ndërlidh këtë se dikush mundet me thonë çka i përzitesht çdo dy tema. I përzita me qëllim që ajeti kuranor, nota e 4 për të cilën flasim, ka zbrit në shpellën Hira, ndërsa komuniteti jehudi nga Jeruzalemi, nga
Po, Jeruzalemi është nisë në drejtim të Medinës me e prit profetin. Domethënë ata e kanë pranuar që ka me zbrit diçka. Është. E kjo është ndërlidhje domethënë.